Horoskopi ditor, 9 mars 2026, dash, bëhu gati. Sot fati po t'i numëron mrekullit në dorë, dëgjoni mirë o njerëz, se yjet sot kanë vendosur t'i përulen dashit. Nuk është thjesht një ditë e zakonshme, është dita kur universi ka hapur arkën e mirësive vetëm për ju. Shpirti juaj sot do rrezatoj një dritë që i verbon të tjerët, dhe çdo gjë që prekni do kthehet në sukses. Ja çfarë do të ndodh? Magnetizëm i frikshëm. Sot nuk keni nevojë të flisni fare. Mjafton të futeni në një dhomë dhe të gjithë do i kthejnë syt nga ju. Keni një fuqi tërheqëse që do i bëjë njerëzit t'ju thonë po për çdo gjë. Nëse keni pasur hatërmbetje me dikë, sot është dita kur ata do vinë t'ju kërkojnë falje me kokën ulur, sinqeriteti që të nxjerr fitues, nuk ka më fjalë pas shpine apo gjëra të fshehura nën rrugis. Sot do i thoni gjërat troç, ashtu siç i ndjeni, dhe kjo do ju bëjë të dukeni si lideri i vërtet që jeni. Çdo sqarim sot do ju sjellë qetësi dhe respektin e të gjithëve, mbjellje e fidanëve të suksesit. Nuk po flasim për lule, por për ide. Çdo plan që do ju shkrepet në kokë sot, do të bëhet një pemë e madhe nesër. Ëndërroni fort dhe besoni te vetja, sepse fati juaj sot është i vulosur me germa të arta. Një gjë mbajeni mend, sot askush nuk ju del dot përpara, as me mend e as me forcë. Dashi sot mbretëron në çdo tryez dhe në çdo bisedë. Demi, bëhu gati se sot toka do lëkundet nën këmbët e tua, por nga ai gëzimi që të vjen kur gjen një thesar të fshehur. Yjet kanë vendosur që sot të japin një vullnet hekuri. Do kapesh pas një pune, pas një dëshire apo një projekti me gjithë forcën e shpirtit, dhe dëgjo këtu. Asgjë nuk do të ndalë derisa ta nxjerrësh në dritë, sot nuk rri dot duar kryq. Je më i disiplinuar se kurrë, ndaj shfrytëzoje këtë moment se rrallë të vjen kjo mbretësi. Edhe nëse ndihesh ngushtë, mos u bëj merak, mbështetja po të vjen nga vende që as nuk t'i pret mendja, mbase nga një person që rri në hije ose nga një sekret që po del tani në shesh. Një shkëndi e sinqeriteti që të nxjerr fitues, nuk ka më fjalë pas shpine apo gjëra të fshehura nën rrugis. Sot do i thoni gjërat troç, ashtu siç i ndjeni, dhe kjo do ju bëjë të dukeni si lideri i vërtet që jeni. Çdo sqarim sot do ju sjellë qetësi dhe respektin e të gjithëve, mbjellje e fidanëve të suksesit. Nuk po flasim për lule, por për ide. Çdo plan që do ju shkrepet në kokë sot, do të bëhet një pemë e madhe nesër. Ëndërroni fort dhe besoni te vetja, sepse fati juaj sot është i vulosur me germa të arta. Një gjë mbajeni mend, sot askush nuk ju del dot përpara, as me mend e as me forcë. Dashi sot mbretëron në çdo tryez dhe në çdo bisedë. Binjakët, dëgjo mirë këtu. Po të vjen një ide, një projekt apo një shkëndi dashurie që do të lërë pa gjumë, por nga ajo e mira, jo nga sikleti. Sot nuk do jesh thjesht ai që flet e luan me fjalët, por do jesh si magnet. Çfarëdo që të kesh në mendje, do e tërheqësh me një forcë që as ti vet nuk e dija se e kishit. Por kujdes, hapi veshët 4. Dikush do thot diçka, një fjalë kalimthi, që për ty do jetë si me gjetur thesarin. Dëgjo më shumë se sa flet sot, sepse aty fshihet fati. Ja çfarë po zien në kazanin e yjeve për ty, ideja që të lëshon korrentin një projekt apo një dëshirë e vjetër do marrë hovë. Do ndihesh sikur mund të pushtosh botën dhe besoje. Sepse sot ke fuqinë ta bësh, shoqëria është nafta jote, dil, flit, lidhu me njerëzit. Një mik apo një njohje e re do të jap atë shtysën që të duaj për të parë të ardhmen me sy tjetër, udhëtime dhe mësime. Nëse po mendon për një rrugë të largët apo për të mësuar diçka të re, sot është dita kur planet kopsiten vetë. Gjithçka rrjedh vaj, je në kulmin tënd, Gemini. Optimizmi po të gufon nga gjoksi dhe kjo energji do të hapë dyrë që i ke menduar të kyçura me zinxhir. Shfrytëzoje këtë moment se je ylli i rrethit tënd sot. Gaforja përgatitu, sepse ajo mbështetja që po kërkoje me ngulm, ajo dora që të duaj për të shtyrë përpara planet e tua, po vjen dhe do të trokas në derë atëherë kur nuk e pret, sot nuk ka forcë që të ndalë. Ke një bindje të brendshme që të bën të dukesh si luan para botës.
Nëse ke pasur hatërmbetje me dikë, qoftë në shtëpi apo në punë, sot është dita e madhe. Fjalët do të rrjedhin si mjaltë dhe çdo rrugë në marrëdhënie do të hekuroset sikur s'ka ndodhur kurrë asgjë. Edhe ata të lartët në punë do të shohin me tjetër sy, me respektin që meriton. Ja çfarë ka rezervuar fati për ty sot, gërmo se do gjesh flori, mos u mjafto me atë që sheh në sipërfaqe. Sot, nëse ulesh të bësh një kërkim apo të zgjidhësh një problem të vjetër, të zbulosh thesare që të tjerët i kanë kaluar pa i vënë re. Je si detektiv i lindur, magnet për dashurinë, ka një energji të fortë e të këndshme vërdall. Mund të ndjesh një tërheqje që të lë pa frymë, por nga ajo e bukura që të bën të ndihesh gjallë. Zemra jote sot rreh me ritëm tjetër, riparim total. Marrëdhëniet intime dhe ato profesionale po marrin një dozë ilaçi nga universi. Çfarë ishte e prishur, ndreqet, çfarë ishte e lënë pas dore, lulëzon, ndije dëshirën që ke për të marrë me gjërat e zemrës, se aty do gjesh kënaqësinë më të madhe. Sot je i pathyeshëm, gafore. Shkëlqe se dita është e jotja. Luani, o luan, bëhu gati se sot nuk do ecësh si gjithë të tjerët, por do parakalosh si mbret. Yjet i kanë rreshtuar planetet fiks si ushtar që presin urdhrin tënd. Sot nuk është dita për t'ia lënë gjërat rastësisë, por për të bërë atë strategjinë tënde të famshme që nuk dështon kurrë. Ke një fuqi në fjalë që t'i thyen edhe muret më të forta. Nëse ke pasur ndonjë hatërmbetje apo ngrirje me dikë, sot është dita kur akulli shkrihet me një të buzëqeshur tënden. Do jesh mjeshtër i marrëveshjeve, njerëzit do të dëgjojnë dhe do të thonë si thua ti, ashtu u bëft. Por dëgjo këtu, rri i sinqert siç e ke zemrën, sepse aty fle forca jote e vërtetë. Ja çfarë ka shkruar fati në ballin tënd për sot, zjarr në ndjenja. Ajo ideja që ke në kokë ose ai personi që të rri në mendje, sot do të ndezë më shumë se kurrë. Ndjenjat po të bëhen të forta e të bukura, si floriri që shkëlqen në diell, mjeshtër i bisedave, sot mund të bindesh këdo për çdo gjë. Negociatat i ke në xhep, ndaj nëse ke ndonjë plan të madh, nxirreni tani në dritë, zbulimi i zemrës, do e kesh shumë të qartë se kush e meriton dashurinë tënde dhe kush jo. Do mësosh diçka të madhe nga dikush që e ke shumë për zemër dhe kjo do ju lidh si me zinxhir qeliku. Energjia jote sot është top. Je i motivuar, i vendosur dhe nuk ka pengesë që të del përpara. Luani kur lëshon vrull, bota thjesht hapi rrugën. Virgjëresha, dëgjo këtu, sot do futesh me kokë në ato gjërat që dashuron, por kujdes se mos haron bukën mbi sofrën e punës. Kur ty të pëlqen diçka, nuk sheh as majtas as djathtas dhe kjo energji sot do të bëjë presh të një misteri ose të një projekti që nuk të lë të mbyllësh syt. Nëse ke ndonjë llogari të vjetër, ndonjë punë shëndeti apo ndonjë defter, parash që duhet rregulluar, merru sot. Ke një dorë floriri për të sistemuar çdo gjë që të tjerët e kanë bërë lëmsh. Dhe ajo që është më e bukura, po u bëre bashkë me dikë tjetër për një qëllim të mirë, do bëni mrekullira, ja se çfarë po zihet në kuzhinën e fatit për ty. Magnet për misteret, sot do kesh dëshirë të gërmosh aty ku të tjerët kanë frikë. Qoftë një sekret i vjetër apo një kërkim shkencor, ti do e gjesh fillin e lëmzit. Dhe rezultatet? Do të lënë pa fjalë, parat po vinë drejt teje. Sot është dita piku për xhepin tënd. Nëse ke ndonjë plan për biznes apo investim, hidhu në sulm se yjet po të bëjnë dritë të portofoli, nuk je vetëm. Sot do lidhesh miqësi e bashkëpunime që do të shërbejnë si kala për të ardhmen. Kush të rri pranë sot, do jetë krahu yt i djathtë për shumë kohë. Energjia jote sot është si ajo e bletës punëtore që mbush koshen me mjaltë. Shfrytëzoje këtë vrull se gjërat po të ecin bare mirë. Peshorja, yjet i kanë rregulluar fijet e fatit që ti të jesh në qendër të vëmendjes dhe çdo fjalë që do thuash, do peshoj si floriri. Sot besimi te vetja do të rritet aq shumë, sa do ndihesh sikur po fluturon, e jo sikur po ecën mbi tokë. Dëgjoj këtu, se kjo është e rëndësishme. Fati yt sot kalon nga miqt dhe shoqëria. Një bisedë, një kafe apo një projekt që po e bën me të tjerët, do të hapi dyrë që deri dje i ke parë vetëm në ëndër.
Nëse ke pasur ndonjë hatërmbetje me partnerin apo me një person të afërt, sot është dita e madhe. Akulli do shkrihet dhe do lidheni më fort se kur, sikur t'ju kenë ngjitur me magnet. Ja çfarë ka shkruar fati për ty në defterin e sotëm. Shkëlqim në biseda, sot nuk ka marrëveshje që nuk e fiton. Negociatat i ke në xhep, ndaj nëse ke diçka për të kërkuar apo për të rregulluar, bëje sot se askush nuk të thotë jo. Zbulesa në dashuri, do e shohësh personin e zemrës apo një projekt të rëndësishëm me tjetër sy. Do kuptosh gjëra që do të shërbejnë për gjithë jetën. Dashuria sot kërkon që ti të jesh aty me mendje e me zemër, dhe shpërblimi do jetë përallor, lidhje që nuk këputen. Edhe nëse ka pasur ndonjë shkëndijë zënke kohët e fundit, sot çdo gjë rregullohet. Pasioni po të vlon në gjak dhe kjo do të ndihmojë të forcosh çdo lidhje që ke për zemër. Je në formë top. Peshore. Sot bota po të buzëqesh, ndaj ktheja buzëqeshjen me të njëjtën monedhë. Akrepi, energjia jote po vlon si vulkan, por nga ai i bukuri që të jep dritë dhe nuk të djeg. Me hënën që të rritë koka dhe Venusin që po bën pakt me Plutonin tënd, sot ti nuk ecën, por po fluturon mbi fatin tënd. Dëgjoj mirë këtu. Sot magnetizmi yt është aq i fortë sa edhe gurët e rrugës do të kthejnë kokën kur të kalosh. Je në atë ditën e rrallë ku çfarëdo që të kërkosh, bota do të ta sjellë në tepsi të argjend. Besimit e vetja të ka shkuar në tavan dhe kjo do të bëjë që t'i bindësh të tjerët edhe për gjërat më të pamundura. Ja çfarë ka rezervuar kismeti për ty sot, magnet për të mirat. Sot nuk ke nevojë të vraposh pas fatit. Fati po të ndjek ty nga pas. Gjëra të bukura do të ndodhin kot së koti, thjesht sepse je në rrugën e duhur. Sukses në punë dhe shëndet. Nëse ke pasur ndonjë hall në punë apo me shëndetin, sot rrugët hapen si me magji. Është dita ideale për të hequr qafe gjërat që të pengojnë, për të pastruar rrethun e për të vënë rregull. Sa më shumë ti thjeshtosh gjërat, aq më i fortë do ndihesh. Kalaja e familjes, shtëpia dhe njerëzit e tu të dashur sot do të bëhen krah. Do ndjesh një mbështetje që do të ngrohë shpirtin dhe do të jap atë sigurinë që të duhej për të bërë hapa të mëdhenj. Sot je mbreti i situatës. Akrep. Shfrytëzoje këtë energji se yjet po të thonë, hajde, bëje tënden. Shigjetari, sot fati yt nuk fshihet te rrugët e gjata, por te njerëzit që do takosh sy më sy. Çdo bisedë, çdo mesazh dhe çdo projekt që do prekësh sot, do marrë një hovë që as vetë nuk e prisje. Dëgjoj këtu se kjo është e rëndësishme. Sot shpirti yt do jetë si magnet për dashurinë dhe simpatinë. Ke një sharm që të buron nga çdo pore dhe njerëzit do të ndjekin pas si bleta pas lules. Nëse ke pasur diçka për të thënë, apo një projekt që do ta nisësh, bëje sot. Mendja jote po shkëlqen dhe të tjerët do mbeten të mahnitur nga mençuria jote. Ja se çfarë po zjen në qiell për ty, lidhje që të ndezin shpirtin. Sot është dita ideale për të bërë atë takimin e rëndësishëm në dashuri. Nëse je vetëm, mbaj sytë hapur. Nëse je me dikë, sot fjalët e ëmbla do ju lidhin më fort se kurrë. Dashuria sot të vjen me herë, pushteti dhe influencë, mendja si brisk. Të gjithë do të admirojnë për mënyrën si mendon dhe si flet. Është koha më e mirë për të mësuar diçka të re, për të krijuar apo për të bërë ato bisedat profesionale që i ke lënë pas dore. Stili që godet. Sot njerëzit nuk do të pëlqejnë vetëm për çfarë thua, por edhe për lezetin që ke. Mënyra jote e të parit të gjërave do vlerësohet maksimalisht. Je në momentin tënd më të mirë, shigjetar. Shfrytëzoje këtë energji të Venusit dhe Plutonit se sot je ti ai që i jep drejtim botës rrotull teje. Britsjapi, yjet kanë vendosur të ulin në tavolinën e llogarive, por kësaj radhe jo për të qarë hallin, por për të numëruar fitimet. Dëgjoj këtu se kjo është e rëndësishme. Sot nuk është dita për të kërkuar gjëra në hënë, por për të marrë maksimumin nga ato që ke në dorë. Ke talent, ke aftësi dhe sot këto do të përkthehen në lekë, në dhurata apo në lajme të mira për pasurinë tënde. Intuita jote për biznes sot është si brisk, ndaj nëse ke një plan, sille vërdall se do e gjesh fiks ku duhet goditur. Ja çfarë ka shkruar fati në defterin e sotëm për ty, xhepi po mbushet. Sot energjitë janë top për çështjet e parave.
Mund të marrësh një lajm për rritje rroge, një dhuratë të papritur, ose thjesht të zbulosh një mënyrë se si të bësh më shumë me ato që ke. Fati sot të vjen me erë mirëqenieje, mjeshtër i zgjidhjeve, nuk ka problem, sa do i ndërlikuar apo me gjemba që të jetë, që ti nuk e zgjidh sot. Ke një guxim të jashtëzakonshëm për të parë të vërtetën në sy dhe kjo do të japë një qetësi që të tjerët do ta kenë lakmi, kënaqësitë e vogla, lumturia e madhe. Sot do e kuptosh se lumturia nuk është vetëm të gjërat e mëdha, por të një kafe me një njeri të njohur, të rehatia e shtëpisë dhe të siguria që të jep familja. Do ndihesh i plotësuar dhe me këmbë në tokë. Sot je si ajo kulla që nuk e tund asnjëherë, bricja. Ujori, o ujor, bëhu gati se sot do thyejmë rregullat. Dëgjo këtu, një mik, një shok i vjetër apo dikush që e ke pasur thjesht si njohje, sot do të shfaqet në një dritë krejt tjetër. Mund të lidheni në një nivel aq të thellë, sa do thuash, ku pas ka qenë ky njeri deri sot, fjala jote sot peshon rënd dhe shkon fiks aty ku duhet. Ke një fuqi bindëse që do t'i lërë të gjithë me gojë hapur. Por ajo që është më e bukura, sot do pajtohesh me veten. Ato ndjenjat e fshehura, ato që i ke shtyr poshtë tapetit se s'ke pasur kohë merresh me to, sot do t'i pranosh e do t'i shijosh, ja çfarë po zien në laboratorin e yjeve për ty, lidhje që shërojnë. Sot është dita për të ndrequr çdo hatërmbetje. Një bisedë e shtruar do të bëjë të ndihesh sikur hoqe një thas me gur nga shpirti. Lidhjet e tua po marrin një fuqi të re, si me magji, mjeshtër i fjalës, komunikimi yt sot është top. Çfarëdo që të thuash, do pritet me duar trokitje. Është koha ideale për të treguar vlerat e tua dhe për të lënë gjurmë të tjerët, etja për dije, do kesh një dëshirë të çmendur për të futur thellë në një temë, për të mësuar diçka që të tjerët se dinë. Kjo do të motivojë t'i japësh botës diçka me vlerë të madhe, je në kulmin tënd të influencës, ujor. Shfrytëzoje këtë ditë se je ti ai që po shkruan historinë e rrethit tënd sot. Peshqit, o pesh, hapni sytë se sot fati po ju troket të kasaforta. Yjet kanë vendosur që sot vëmendja juaj të mos jetë të ëndrat e bukura, por të gjërat konkrete, të ato që i prekni me dorë. Është dita ideale për të marrë me pasurinë tuaj, me ato kursimet apo me ato planet që i keni lënë pas dore. Dëgjo këtu se kjo është goditje, sot do e kuptosh se ke disa talente dhe pasuri që as vetë nuk ua kishe ditur vlerën. Energjia e sotme të shtyn të gërmosh thellë në veten tënde dhe të gjesh arin që ke fshehur. Nuk është dita për të bërë si humbur nëpër rrugë, por për të vënë pikën mbi i në çdo punë që ka të bëjë me stabilitetin tënd. Ja se çfarë ka shkruar fati për ty sot, vëmendjet e paraja. Sot ke nuhatjen e një peshkaqeni për mundësitë financiare. Nëse ke ndonjë plan për të investuar apo për të rregulluar buxhetin, bëje sot se yjet po të bëjnë dritë të portofoli, vlera jote po rritet, do e ndjesh veten më të fortë dhe më të sigurt. Njerëzit do fillojnë të shohin si dikë që ka peshë dhe që di çfarë kërkon nga jeta, qetësi dhe siguri. Sot do gjesh kënaqësi të gjërat që të japin siguri. Një bisedë me dikë që të njeh mirë do të ndihmojë t'i shohësh prioritetet e tua me qartësi kristalore. Je në një moment ku mund të ndërtosh kala, peshk. Mos u kthe pas. Por shfrytëzo çdo burim që ke, se sot çdo gjë që prek kthehet në vlerë.